Atëherë edhe kontributi i njerëzve të besimit ka qenë përmbajtësor, ka qenë barcë, ma drejt me thonë, edhe ma sakt me thonë, kanë qenë barcët e konceptit ideologjik të lidhjes shqiptare të Prizrenit musliman të shqiptar të gjitha trojeve tona etnike. Përderisa kanë qenë barcët e lidhjes shqiptare të Prizrenit, të idesë së saj, autoritetet fetare dhe muslimante asaj kohe, nuk kanë qenë kufizues vetëm në këtë aspektin e besimit, por këta e kanë kriju mundësin edhe të angazhimit, të inkorporimit edhe të ngjitjes edhe të besimeve të tjera për qëllim të mbrojtjes së tokave shqiptare. Qa është diçka për lidhjen shqiptare të Prizrenit, besoj që është e rëndësishme, me u lexu udhëpërshkruesit të ndryshëm të cilët i kanë dhënë disa prej opinioneve që kanë pas për lidhjen shqiptare, po të njëjtën kohë edhe autoritetet dhe studiues që jo kanë referuar dokumenteve apo rrethonave sa më reale të kohës. Për fat keq, për shkak të pretendimeve dhe për shkak të synimeve ideologjike, lidhja shqiptare e Prizrenit shpesh herë, sikur shumica dërmuese e historisë tonë, interpretohet mbi premisën ideologjike. Dhe kjo premisë ideologjike ka ardhur e nxitur prej komunizmit, prej motiveve kundër islamit, prej motiveve ndoshta edhe të nxitur prej fqinjeve ballkanik, për shkak që ka pas momente të caktuara kur ne sot ndoshta shumicën, s'them shumicën dërmuese, se nuk është bën ndonjë matje, por një pjesë e madhe e nxënësve, studiuesve ndoshta, studentëve, ndoshta edhe qytetarët vendit, mendojnë që lidhja shqiptare e Prizrenit ka qenë reakcion kundër Perandërisë Osmane. Është fundit e parëndësishme kjo, e rëndësishme është diçka tjetër. Nëse na kemi me bërë një keq interpretim të tillë të historisë, nuk kemi me kuptu as sot dhe as për të ardhmen kush janë miq dhe kush janë armiqt. Se duke e shtrembruar historinë, ty të prishet percepcioni se kush është mik e kush është armik i vendit dhe atë jotan. Lidhja shqiptare e Prizrenit është reakcion i politikave shoveniste dhe glabruese të fqinjve tonë, sidomos grek, malazez dhe serb. Dhe të njëjtën kohë si reakcioni vendimeve të Kongresit të Berlinit, që i ka legjitimuar këto orekse dhe këto politika shoveniste të fqinjve tonë, dhe të njëjtën kohë si projekcioni më i madh menoj i idesë tonë kombëtare, i ndërtimit të raporteve midis kombit dhe fesë, dhe të njëjtën kohë i rregullimit të raporteve midis gjitha besimeve që kanë jetuar në tokat tona, menoj që edhe duke i referu edhe traditës së përgjithshme islame që kanë qenë pjesë e identitetit tonë shekullor në atë kohë. Udhëpërshkrues besoj që i kanë dhënë përshkrime shumë të mira për sa i përket çështjes së lidhjes shqiptare të Prizrenit. Një që menoj që është e udhës më nda, është një libër Shqipëria në kallëzim nga udhëtimi i fundit i Eduard Fredrik Knight, edhe besoj që edhe si tekst besoj që ja vlen për me u përmend për sa i përket lidhjes shqiptare të Prizrenit. Ky ka qenë një udhëpërshkrues i vitit 1878-1979, i ka vizituar disa prej trojeve tona, sidomos pjesën e Shkodrës, Plavës, Gocisë dhe Ulqinit, ka synuar me vizitu edhe Prizrenin, dhe ky e konsideron që në fillim të librit e tij e përshkruan lidhjen shqiptare të Prizrenit si një lidhje tipike islame, që bartet, që organizohet dhe që funksionon, duke i referu punës së dietarëve, müftilerëve, shehlerëve, ide thjesht autoriteteve fetare, por në fund të librit e konkluzionet e tina e thot një paragraf që më kalon shumë përshtypje. Thot një ditë bota do të dëgjoj kogja shumë për të bomat e lidhjes. Krerët e kësaj lidhje besoj se janë burra të ndershëm, atdhetar e të përkushtuar të çojnë programin e tyre deri në frymen e fundit. Thuajse se cili musliman në Shqipëri është antar i lidhjes dhe forcat e saj poshtohen. Se Turqia në kryet e herës fshehurazi i jep të dorë dhe nxiste lëvizjen, mendoj se nuk mund të ketë kurfar dyshimi. Por ky paragraf nxjerr barësit e lidhjes shqiptare të Prizrenit kanë qenë autoritetet fetare të respektueme dhe ushtarët e kësaj lidhje, që ka pas numër shumë të madh ushtarë për shkak se ka organizuar edhe aspektin ushtar të mbrojtjes së tokave tona, kanë qenë kryesisht musliman, por jo përjashtues ndaj besimeve të tjera. Lidhja ka kriju kur e ka formsuar lidhjen e Shkodrës, në njëjtën kohë lidhjen e Shkodrës e ka balancuar edhe me besimet e tjera që me qenë, si me thonë, pjesë e përbashkët e projeksionit tonë kombëtar.